إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Të ndëruar vëllezër besimtar, të ndëruara besimtarë, Zoti Lus që t'ua pranoj të gjithë këtë ibadet të madh të cilin jemi duke përfunduar sonte namazin e natës në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Është nata 29 të ndëruar dhe jemi realisht në natën e fundit sipas kalendarit që kanë shpallur këto tek një bashkë islame të Kosovës dhe në sonte përfundon edhe namazi I natës. Dhe lusë madhin Allah subhanahu wa ta'ala që ne pranoj në bëjtë sinqert dhe kë namazi joni të jetë dritë për neve që ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, salatu nur, namazi është dritë, e kur më tepër do të s'keni pas nevojë se sa për dritën e namazit. Sot kemi dritë shumë, kemi dritat të lloj-llojshme në botën moderne, por kemi nevojë shumë për dritën e zemrës së dashur besimtar, sepse kur më tepër ndoshta nuk ka pas fitnë, sprova, joshje të ndryshme, të natyrave të ndryshme, të cilat joshin besimtarin, e largojnë besimtarin, e lajthitin besimtarin dhe e pengojnë atë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kur më tepër nuk është luftuar ndoshta edhe mediatikisht, edhe në forma të ndryshme, Islami se sa sot. Andaj besimtarët duhet të vazhdojnë një dritë hyjnore, një dritë e cila I reflekton atij dhe I ndihmon atij për me ecë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të dashur vëllezër, në 2-3 këshilla sonte në këtë takim të fundit. E para, atë që u tha Ebu Bekri radiallahu anhu shokët e tij në ditën kur vdiq profeti alayhi salatu wassalam dhe sahabët u mërzitën të dashur vëllezër besimtar, shumica prej tyre ranë në shok. Ndërsa edhe Omer radiallahu ta'ala anhu çish ka vdek profeti alayhi salatu wassalam. Jo që nuk e besonin vdekjen, jo që nuk e kishin dhe që nuk e pritsin se një ditë ka me vdek profeti alayhi salatu wassalam. Jo gjithsesi ata dini që ka me vdek, sepse ai ishte njeri, mirë po nga dashuria e madhe që kishin ndaj tij, dhe nga ai ambient që ishin mësuar, dhe nga dashuria e madhe dhe nga dëshira që me jetu me pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe me tutje, thanë që nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Madje Omer radiallahu ta'ala anhu u çu edhe në xhami e nxjerrë shpatën, Amerika ka qenë trim dhe ka qenë goxha I rrept. Mirë po kur e ka plejke mërzi e madh, ai smuti ndoshta ta kontrolloi vetveten dhe nxjerrë shpatën dhe tha, nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai ka shku te Zoti I vet sikurse Musa alayhi salam dhe do të kthehet prapë. Mirë po në atë moment I dashur vëllezër vjen Ebu Bekri radiallahu ta'ala, cilit Allahu azza wa jalla I kishte dhënë urtësi edhe më tepër. Dhe hynin në xhami dhe thanë një fjalë dashur vëllezër të mençur, e fjalët e tij kanë qenë sigurisht të mençura të gjitha, e tha men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Ai cili ka qenë duke e adhuru Muhammedin, ai cili është fal për hatër të Ramazanit, ai cili është fal namaz natë për shkak të xhamatit dhe për shkak të ambientit, ai që ka ardhur në xhami në balasit se po bëhet mirë, ai cili ka ardhur për shkak të shoqërisë. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. Ai që ka adhuru Allah Muhammedin, dini se Muhammedi vdiq. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ. Por ai që e ka adhuru dhe ka qenë duke e adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Ai është I gjallë dhe nuk vdes. Po të dashur vëllezër besimtarë, Ramazani po mbaron, namazi natës me xhamat sonte po mbaron, agjerimi I muajit të bekuar nesër po mbaron, por kjo nuk do të thotë se përfundon agjerimi, kjo nuk do të thotë se përfundon namazi, kjo nuk do të thotë se përfundon sadaka, kjo nuk do të thotë se duhet më mbyll edhe Kur'ani dhe mu palu se gjatja jo të dashur vëllezër besimtarë. Fa inna Allaha hayyun la yamut, sepse Allahu është I gjallë dhe ai nuk vdes dhe ato duhet të adhurojmë deri në momentin e fundit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahun adhuroje derisa të vjen vdekja.
Këshilla e parë dashur të zot besimtar, le të jetë ky namaz i natës që kemi bërë gjatë 2 netëve të bekuara në këtë formë, ndoshta më të mirën deri më tani në këtë xhami. Le të jetë vetëm një fillim i yni i praktikimit këtij ibadeti të madh që Allahu subhanahu wa taala don shumë. Dhe përmes cilit Allahu azza wa jalla ka edukuar gjeneratat e para të nderuar vëllezër besimtarë. Profeti alayhi salatu wasalam në ditët e para të Islamit, Allahu ja ka bërë farz namazin e natës. Çu falë natën, tër natën ose një ose më pak se krejt nata. Pse? Sepse ti ke shumë detyra, ti ke shumë obligime, ti kena me ta zbrit një emanet të madh, ti ke me ballafaçu me të lasha të mëdha. Dhe sikur po i thot Allahu azza wa jall, për me të i kalu krejt ato ti duhet me falë namaz natë, sepse këtu e merr energjinë, këtu e merr forcën, këtu e merr imanin, këtu e merr dritën të nderuar vëllezër besimtar. Andaj le të jetë ky vetëm fillimi i falës në mënyrë të rregullt të namazit të natës. Jo ndoshta në këtë formë kaq të gjatë, por minimumi çdo njeri prej nesh mos me ngel natë pa e falë minimumi 2 recate, çish ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, ahabbul a'mali illa Allah ma dama wa in qal. Veprat më të dashura te Allahu janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. 2 recate, por çdo natë janë më të dashura te Allahu se sa ndoshta 40 recate për një herë në vit, ose ndoshta ka 2 orë namazot e mirë, po 8 ose 10 netët e fundit të Ramazanit. Andaj të dashur vëllezër besimtar, mos e lani këtë namaz me sontin, por praktikoni sepse vërtet do të vërejni ndikimin e tij, sepse medresja e namazit të natës, thojnë dietarët, është medresja e burrave të mëdhej. Krejt ata profet, krejt ata musliman të vjetër, dietarë të mëdhej, janë edukuar në namazin e natës. Dhe këtu dhe kështu bëhet edukimi të dashur vëllezër besimtar. Dhe të nderuar vëllezër, rëndësia e të punuarit ose të pasur veprat që nuk e din askush. Dhe kjo ndërlidhet me Ramazanin, agjerimin si ibadet dhe me namazin e natës. Pse Allah subhanahu wa taala don agjerimin atë shumë? Sepse është ibadeti më sekret që e bën robi. Sepse askush nuk mundet me ditë 100% për asë njerin prej njerëzve është agjerueshëm apo nuk është. Pavarësisht deklarimit të tij. Edhe namazi natës do të thotë besimtar. Pse ka një vlerë kaq të madhe? Sepse në shumicën e rasteve ai bëhet fshehurazi. Bëhet natën dhe nuk e kupton askush, dhe nuk të sheh askush, dhe nuk e din askush. Andaj nuk është e lehtë mu çu mu fal natën. Andaj do të thotë për veprave që Allah subhanahu wa taala i don shumë dhe ju porosis që mos më ngel asnjëri prej nesh pa pas një hise të këtyre veprave, është vepra në mshehtësi. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kush ka mundësi me punu ndonjë vepër, s'pe thon vepër sekrete, po ndonjë vepër të mirë në mënyrë të fshehur, që nuk e din askush përveç tij dhe Allahut, le ta bëj. Të mirat e kësaj vepre janë të shumë të dashur të besimtar. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, për aq sa ka robi vepra të mshefta, për aq ai ka këmbët e forta në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot se shumica atyre të cilët është e kundërta këtyre, shumica atyre të cilët devijojnë dhe lëshojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala, është si pasojë e gjunoheve të mshefta. Nuk ka mundësi Allahu me poshtru robin e vet. Nuk ka mundësi Allahu me marr fytyrën e robit të vet. Nuk ka mundësi Allahu me marr namazin e robit të vet, përveç se ai e ka thy besën mes tij dhe Allahut msheftase. Andaj aq më shumë vepra në msheftësi, aq më i fortë dhe qëndrueshëm besimtari. Dhe të kundërtën aq më shumë gjunohe në msheftësi, aq më rrezik me devijume dhe me lajthit. Të njëri prej djetarëve bashkëhor, Abdulaziz Tarifi rahimahullah, Allahu e ruajt, dhe e çliroft dhe nga burgu e liroft ja Rabbul Alamin, thotë merr një shembull interesant të dashur vëllezër besimtar, veprat me msheftësi
janë sikur se ai trupi i pemës që e shihni, ai ndoshta nuk është shumë i gjatë. Por forca e tij nuk është prej gjatësisë që e ka mbi dhej. Forca e tij çish është? Cila është forca e vërtet? Forca e tij është prej rrënjeve që i ka thellë të ngulitra. Andaj mundet me qenë ai plak i gjatë, s'di sa metra, por nuk ka rroj dhe era më e vogël ndoshta mundet me rrotulluar tokë. Kurse ata druj, ato pemë të cilat i kanë rrënje të thella, e që nuk duhet të dashur vëllezër besimtar. Edhe nëse nuk ka ndoshta trup të fuqishëm, ajo qëndron sepse rrënjet i ka të thella. Kështu ka thonë ky dietar është personi besimtari i cili ka ibadete të mshefta, të cilat nuk i din askush. Forca e tij, qëndrimi i tij përballë sprovave të dashur besimtar është aq sa ai ka ibadete dhe udhërime të mshefta, pra aq sa i ka rrënjet, as sa i ka rrënjet të thella. Madje dashur besimtar, ibadeti msheft e ruan besimtarin dhe mbron besimtarin madje e nxjerr prej situatave dhe krizave që ai ka në këtë jetë. E dini hadithin e tyre 3 personave, të cilëve ju është mbyllur për shkak ka treguar profeti alayhi salatu wasalam që një kohë të lashtë kanë qenë 3 persona të cilët kanë dalë në natyrë dhe ka filluar me rashi dhe janë futur në një shpellë. Pastaj qadar Allahu me kaderin e Allahu subhanahu wa taala bjen një gur i madh dhe kjo është hadith i vërtetë dhe u mbyll atyre derën. Hyrjen dhe s'mund të dalin dhe s'kan mundësi me dalë dhe s'kan mundësi me telefonu, s'ka pas e janë në bishk dhe vetëmja zgjidhje pas konsultimit që e bëjnë thojnë vetëmja zgjidhje, vetëmja gjë që neve na shpëton sot është me lut Allahun subhanahu wa taala që është në msheli kider me në qeni modhe Allah. Por qysh me lut Allahun azza nëse s'ki vepra të mira, qysh me ngrit duart lart nëse s'ki me çam me thon o Zot, unë jam çaj robi që folem natën. O Zot, unë jam çaj që për ty po agjeroj. O Zot im, unë jam që për ty po jap e kështu me radhë. Cilat janë veprat tua që ti e lut Allahun azza wa jall. Andaj të dashur besimtar, than secili prej nesh duhet me lut Allahun subhanahu wa taala, secili me ndonjë vepër të madhe të mshef që e ka bërë, e cilën nuk e din askush përveç Allahu subhanahu wa taala, dhe mi thonë o Zoti im, për hatër të asaj vepre që e kum bë vetëm për ty dhe nuk e din askush përveç teje ja Rabbel Alamin dhe kam pas mundësi mos me bë, po e kam bë me sinqeritet të plot për shkak të asaj vepre në ne qenë dhe me në buk të bëga. Andaj të tretë dashur të besimtar, i pari e bën një lutje dhe përmend një vepër që e ka bërë, e cila ishte respekti i prindërve. Respekti i madh që ka bërë prindërve. Tregon gjatë çysh ka qenë prind, çysh ka bërë me prindërve, çysh ka bërë përparësisht dhe prindërve, çysh nuk i ka shyrë as fëmijët e tij para se më çuçushten prindërve e kështu me radhë. Deri thot një natë kur shkova të prindërit një çuçushten ata e kishte zonë xhumi dhe mua thot u vjen te keq me aprish xhumin babas dhe nonës e bashkë me ushqim me çushtin neta të progu tyre deri sa u nxjerrin xhumin të nesër në dielli. Thot o Zot, nëse e kam bërë të vepër për hir tonë, na largo gurin dhe u largu guri pak, po jo s'ka mundësi me dalë. E boni dytë të dashur vëllezër besimtar, ai personi i cili ishte pranë afër me ranë në zina. Ishte afër me ranë në zina, e në momentet ndoshta më delikate dhe më të vështira, ajo vajzë tha nëse ke frikë Allahun, largohu, mos bën në këtë mëkat e madh. Tha do të lihika ja Rabbel Alamin, edhe pse e kum prit një kohë të gjatë qatë moment me qatë vajzë. Thot o Zot, nëse e kum bo për hir tonin, në e qenë shpela. U qenë shpela edhe pak, por ende për medalja dhe i trejtë dashur vëllezër besimtar, e tregoj tregimin e tij, të atij punëtorit të tij, cili kur kishte lënë punën se kishte marrë krejt hisën e vet. E ky po shefi
besimtar, i devotshëm dhe nuk po e han pasurinë e huaj, e mor atë pasuri, atë përqindje të vogël që e kishte lënë punëtori i tij kur e kishte lëshu punën, e kishte marrë dhe e kishte shtin në biznes. Ishte rrit, e mas një kohë kur erdha i tha, krejtë që kjo është e jotja. Tha Zot, nëse e kom bo për hirë tonë, me tha, ne e qenë shpilën, dhe u qenë shpilën të doshë të besimtar. Se cili prej nesh ka kriza, ka momente të vështira, ka momente një cilat mbështetet për muri, i mbyllen të gjitha dyert. Ndoshta shpellë nuk na bjen me hi, po mbyllen të gjitha dyert dhe zgjidhjet e jetës. Dhe s'ki ka jaman, mi ngrit dorë në qilë qysh mi ngrit, më kator, gjunahqar, namaz jo, agjerim jo, Kur'an jo, sadak jo, me qka me thonë Zot falu. Me qka me thonë Zot falu. Andaj si cili duhet me pas të shkëllëzë besimtar një vepër që nuk e din askush. Edhe ato me rujt, fort me rujt. Nëse duhet në këtë botë e përdor, e nëse s'duhet në këtë botë gjinë ditën e gjykimit, atë ditë kur kemi shumë nevojë të shkëllëzë besimtar për vepra të sinqerta, e cilat ato janë që kanë me na shpëtu. Agjerimi e ka vlerën kaq të madhe për shkak të mshehtësisë së tij. Namazi natës e ka vlerën kaq të madhe për shkak të mshehtësisë së tij. Andaj sikur të marrim këtë mesazh prej këtij Ramazani, orën të Allahut Azza wa Jall, jemi në kohë kur gjithçka është publike, jemi në kohë kur edhe ibadetet, edhe ndihmat, edhe iftaret, edhe pakot ushqimore, edhe gjitha ato çka po i bëjmë, halon ndoshta po mritet fukaroja mirë, ajo po publikohet në internet. Çe që do të bëhet avaf, çe që do të shtruni iftar, çe që do duke ju ndihmu që ty në fukarove, çe që do e çela në banar, çe. E çka je duke bëu për Allahun Azza wa Jall? Roni veprat, na kem pak vepra. Kem pak. Wallahi kem pak. Edhe që ato për i përzim, njëherë shkon haqë, njëherë shkon numre, 500.000 postimet i bën. Gjdo hap që e qetë të qobja, fotë tash kanë fillu edhe emrat, që ta planua, ta bona donë, që u lutat donë, që emni ku ta jetë ta bona, u lutat për ty kështu në rohë. Allahu, thot profeti alayhi salatu wassalam, nuk i shqyqjon trupat, pamjen, fizionomin tuaj, lakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, por i shqyqjon zemrat, dhe i shqyqon veprat dhe shqyqon besimtarë. Ramazani është për me përmisu zemrën. Ramazani është një kurs për me përmisu zemrën. Namazi natës është për zemrën. Ndoshta kom të hjekun, ndoshta trupi lodhet, ndoshta syni lodhet pa gjumë, por zemra përfiton. Është ushtrim i zemrës namazin natës të dashur dhe besimtar. Sepse e ushtron në sinqeritet, nuk çe kërkush, nuk pedin kërkush, apo folër gjatë, çatëherë provoj vetën apo punosh me ndaj sejdën gjatë. Çatëherë kallzoj Allahun se kam qenë me ndaj sejdën gjatë, sepse më thon xhamatet hajde po rina sejdën bashkarisht. Kjo është e mirë, po kur jesh vetëm provoj imanin tënd. Çatëherë i thu Allahut, unë rri për ty ya Rabbel Alamin. Çish kanë ecë sahabët gjatë në sejdë, e ndryshu, sa që thoi për disa për tyre të dashur dhe besimtarë, kur është fal namaz, është fal atë gjatë dhe aq bukur, sa që edhe pllumat kanë shku dhe kanë qëndru në trupin e tyre, duke mendu se është ndonjë dru statik, ose ndonjë trup statik që nuk po lëviz. Që t'ja ndonjë të neve pllumin, ose ka shansa me të nejt, 1 minutë në taravi, ta rotullam në njëherë. Sa më shumë vepra që kena pëshefta, është më mirë i kena punë. Sa më shumë që i publikojmë pa ndonjë arsye, sepse publikimi mundet me qenë ka njëherë i rëndësishëm, i lejuar, edhe i dobishëm, por me mos, me nevojë. Runi dhe për të shumë të zërbesimtarë, dhe tretë të ndëruar kështjela tretë dhe fundit, ne për përmbyllim të muaj të bekuar në gjitha këto ibadete
janë pak, nuk krahasim ato që ka dashur të thënë Allah subhanahu wa taala, por kjo nuk duhet të na bëj të ndihemi shumë të relaksuar dhe të kthehemi në jetën e rëndom pas nesër. Jeta është e gjallë, rruga vazhdon, jeta vazhdon, telashat vazhdojnë. Është pyet Muhamedi rahimahullahu taala, ja imam, meta yajidu al-abdu ar-raha? Kur e gjen besimtari rahatin, kur rahatohet, kur relaksohet, kur thot alhamdulillah, ja dola, thot kur të qetë kamën e parë në xhenet. Çatëherë gëzohesh, çatëherë shlirohesh, çatëherë më nuk ka të lashë. Këtë botë, për asnjë moment nuk duhet besimtari me qenë i pavëmendshëm. Çdo herë sigurisht se tash bjen intensiteti i adhurimit dhe është shumë normale. Dhe s'kërkohet as agjerimi i tërë muajit, as nuk fal ndoshta ka gjatë, as taravit, mirë po jo me shkëput ibadetet, jo mu largu prej xhamisë. Xhamia të lidh me Allahun Azza wa Jall. Xhamia as sa mas shumë lidhesh me xhami, as më mirë i ke punë të Allahu subhanahu wa taala. Nëse don me siguru njëhijen e njëhijen Allahu subhanahu wa taala, ose njëhijen e njëhijen e arshit Allahut Azza wa Jall, lidhët për xhami ndëruar e besimtar. Mos e lëvesh për xumë. Ajo nuk të garanton shërbitjen e gjykimit. Thot profeti alayhi salatu wasalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 persona Allahu subhanahu wa taala i fut në hijen e arshit të tij atë ditë që nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të tij. E njëri prej tyre ka thonë wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid aw bil masajid, dhe një person zemra e të cilit është e lidhur për xhami. Jo vetëm në Ramazan, jo vetëm Bajram, jo vetëm në Xumo, po ai zemrën e ka në xhami, çdo ditë, çdo natë, edhe nëse del me kry punë, edhe nëse shkon në shtëpi, edhe nëse shkon punë, ai e ka zemrën në xhami. Çka i bën kjo? E këshir kur është dreka, kur është ikindia, kur është sabahu, nuk ka mundësia i me largu xhamis, nuk ka mundësia në xhami me orë vetëm në Ramazan, ose vetëm në Xumo. Lidhën e për xhami, shfrytëzoni këtë lidhje që keni pas në Ramazan, që mos më shkëput xhamis, sepse na garanton dashur shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na fal të ligat ya rabbal alamin. Allahu na bënon vepra të mira ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. O Zoti, ti je falës, dën falën e falneve ya rabbal alamin. O Zot, ti je falës, dën falën e falneve ya rabbal alamin. O Zot, ti je falës bujar, dën falën e falneve ya rabbal alamin. O Zot, fali prin ton ya rabbal alamin. Ata që janë ndekur, mëshirën me mëshirën tënde ya rabbal alamin. Varën e tyre zërëja, kopshë i kopshë të të qëndrojë ya rabbal alamin. Ata që janë të gjallë ya rabbal alamin, me shëndet begata ya rabbal alamin. O Allah, për fëmijët tanë, rinin tanë në zëjnë e rrugën e drejtë ya rabbal alamin. O Allah, vëllezërit tanë musliman kudo që janë, veçantia në Palestinë mbroj dhe forcoj ya rabbal alamin. Ndihmoje për balla mikut e tyre dhe mikut e muslimanëve ya rabbal alamin. Të vdekurit e tyre shahid pranoj, të sëmurit e tyre shëroj ya rabbal alamin. Atyre të gjallë të shkrej ndihmoje ya rabbal alamin. Nuk ka dikush që ndihmon atyre përveç teje ya rabbal alamin. Kurse muslimanët udhëzojnë në rrugën tënde, vëdësoj ata ya rabbal alamin. O Allah, na mëson me punu çdo vepër e cila na afron për në xhenet, dhe na mëson me largu nga çdo vepër e cila na çon në xhenem ya rabbal alamin. O Allah, bëri veprat tona të sinqerta ya rabbal alamin. O Allah, pranoj veprat tona në përgjithësi ya rabbal alamin. Dhe fal mëkatet tona, të mëdha dhe të vogla, ato që dim dhe ato që nuk i dim ya rabbal alamin. Dhe na bën me dalë nga ky muaj i bekuar faqebar dhe të planuar tek ti. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në bëni halal në anën tim, si imam në anën shqipe të xhamisë së Bardhoshit. Zoti ju shpëleft e nderoft, e Allahu në punë të mira prapë në bashkoft, e prej xhamisë inshallah kur mos na doft ya rabbel alamin. Zoti ju shpëleft e nderoft për çdo hap që keni ardhur. Allahu ju ngrit xhenet ya rabbel alamin. Kështu ka premtuar profeti alayhi salatu wasalam, çdo hap që çet besimtari me shku në xhami, i shlyhet një mekat, i shtohet një sevap dhe ngritet një larg në xhenet, në shkallë më larg xhenet. Nuk ka tregtim më të madh se sa
në shkurën e xhamit për sevapë. Nuk ka tregti më të madhe për me fitu sevapë se sa lidhja për xhamit të dashur dhe besimtar. Shkurja është sevap, kthimi është sevap, qëndrimi është sevap, namazi është sevap, qëndrimi para namazit është sevap, qëndrimi pas namazit në xhami është sevap, namazi me xhamatës 27 herë më tepër, dhënia selam e besimtarit, plot vepra ose plot sevape të tjera, të cilat besimtari i fiton. Mundoha me përmbledh shumë verset për këta 15 minuta, 20 minuta, ne bani Allah, Zoti ju ruti nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Hafuzat Zoti shpëlbeft. Pasha Zotin boll shërbet, u kon koha, u kon Ramazan, u kon xhamia, mos ka pas ta dy bilbyla. Edhe dy bilbyla ka pak që kanë herë, s'kish më mujt me përjetu, kaq bukur dhe kaq mirë, dhe më fal kaq mirë këto taravih, po dhe namazin Allah sallallahu alaihi shpëlbeft. Allahu arrujt të zojë Rabbel Alamin, Allahu arrujt hifzin e Rabbel Alamin, dhe Zoti i shtoft nxënësat e tillë, hafuzat e tillë, të cilët vërtet i kënaqen dhe na kënaqen çdo herë. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر